Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 4 maj 2026. Kemi një ndikim shumë pozitiv, sepse duke pasur parasysh ndikimi, mundësia, rëndësia në atë çka neve bëjmë, dhe kjo është një mundësi e artë, sepse duke pasur parasysh ndikimin e hënës që lëviz në shenjën e shqiptarit, që aktivizon elementin e zjarrit, dhe kjo thotë të eci përpara të marrin vendime të rëndësishme. Është një ditë ku shumë gjëra do të ndikojnë në jetën tona, dhe kjo do të thotë që fillon java me mundësi të arta, fillon java me ndryshime, edhe pse kemi stabilizimin ton, kemi atë çka na jep momentin ose kohën e duhur mbi ndryshimet dhe marrjen e vendime të rëndësishme, kohën e duhur gjithmonë. Por mos harrojmë, sepse kjo javë ka shumë për të dhënë dhe shumë herë dhe shumë gjëra të tjera për të thënë. Megjithatë, duhet pasur pak vëmendje dhe kujdesin në gjëra të rëndësishme. Gjithashtu kemi të bëjmë një trekëndësh që lidhet shumë me Hënën dhe Jupiterin. Kjo do thot pozitivitet, kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi në atë që neve kërkojmë dhe adhurojmë. Ndikojnë kryesisht ndikimet sepse lidhet edhe me punën dhe karrierën, lidhet edhe me ndryshimin dhe vendimin, sepse ka një kohë mjaft të përshtatshme që ka të bëjë shqiptarët, luanët, kanë ndikime shumë mirë, dashi gjithashtu dhe dishit dytë, dhe jo vetëm, i kemi të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të nisma të reja. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj date e kaq të rëndësishme, unë rikujtoj edhe një herë, për juve që interesohet një parashikim të detajuar,